Teleshikues të nderuar, mirë se erdhët përpara ekranit të televizionit Omni 1 në hapësirën tonë pasqyra shqiptare. Sot kemi të ftuar Blerina Rukën, në cilësinë e zëdhënëses së organizatës më të re që është krijuar në komunitet, Artiste Foundation, e cila më 25 mars mbajti veprimtarinë e parë të rëndësishme të saj. Është fjala për një ceremoni në bashkëpunim me deputetin konservator të Parlamentit kanades, Kyle Seebeck, gjatë të cilit u vlerësuan rreth 25 personalitete shqiptar me origjinë nga Kosova, dikur refugjat, sot njerëz të suksesshëm në Kanada. Pak a shumë unë vash Blerina për mbajtjen e kësaj veprimtarie, po do desha edhe nga ana jote një përmbledhje të shkurtër dhe më fal, po në radh parë mirë se erdhe edhe ti në emision. Faleminderit Ilir për ftesa edhe për kohën. Në fakt 25 marsi ka qenë një mbrëmje mbushur me emocion, me dinjitet, por dhe krenari kombëtare. Ishte Parlamenti i Kanadas, e cila u shndrua në një skenë, le të themi, për ndëruar 25 histori të jashtëzakonshme të komunitetit shqiptar në diasporë. Kjo mbrëmje mbajtur në ndërtesën prestigjioze të Sir John Macdonald Building në Parlamentin e Kanadas u shndrua në një moment të veçantë për komunitetin tonë. Ishte vendoj një organizim dinjitoz që bashkoi histori të forta njerëzore, reflektim dhe një dimension të pasur artistik. Duke shënuar kështu 25 vite qëndrueshmëri dhe kontribut të refugjatëve. Programi i dokumentuar 25 në 25 nuk ishte thjesht një ceremoni, ishte një afrimitet i historive tona në një fest të vlerave të cilat na bashkojnë. Sigurisht që kjo ishte me një autorësi të Arta Rexhepit, por e ardhur me një ceremoni të kuruar nga The Artiste Foundation për komunitetin shqiptar. 25 mars ajo mori atë formë, e cila sigurisht bëri një bujë të merituar. Në qartë. Blerina, përpara se të vim te pyetja ime kryesore, do desha një sqarim. Si lindi ky bashkëpunim mes Artiste Foundation dhe deputetit konservator Kyle Seebeck? Pse pikërisht ky njeri u zgjodh ose u vetë propozua, këtë do ma thuash ti, për të ndarë 25 certifikata mirënjohjeje? Në fakt, bashkëpunimi nuk është lehtësishëm, sigurisht që ne tashmë si komunitet i njohim lidhjet familjare që ai ka krijuar me komunitetin tonë për shkak të martesës time me një shqiptare nga Kosova, Flutura Mazreku. Kyle Seebeck u ofrua për t'i dhënë një dorë edhe për ta çuar ndoshta edhe në nivel federal çështjen e njohjes shqiptarëve, refugjatëve shqiptarë të ardhur në vitin 99 dhe sot të ndëruar përpara Parlamentit të Kanadas. Sigurisht që për fondacionin vete, kjo ishte një mbështetje e madhe, duke qenë se Kyle Seebeck njihet si deputet i Parlamentit Kanadas, por nga ana tjetër edhe për komunitetin të shërbente për t'i dhënë zë një projekti i cili sigurisht do të marrte një përmas më të madhe se sa thjesht provinciale ose një projekt komunitar, po për ta dërguar atë edhe në atë, le të themi, institucion madhor siç ishte Parlamenti i Kanadas. Kështu që mendoj që nga të dyja krahët ai shërbeu si kontakt, si komunikim, por edhe ne e vlerësuam. Mendoj se edhe ai pati një feedback si kundër edhe ne. Faleminderit. Atëherë, të vim te pyetja kryesore e bisedës, e cila ka të bëjë me njerëzit që u vlerësuan nga Artiste Foundation bashkëpunim me deputetin Seebeck. Cilët ishin këta? Le t'i njohim një nga një shkurtimisht sepse lista është e gjatë, por jam i sigurt që teleshikuesit tanë në Kanada kanë kurreshtje të njihen të paktën me një biografi të shkurtër për secilin prej tyre. Po. Në fakt 25-25 ka qenë projekti i Arta Rexhepit. Ajo e patsjell në muzeun e refugjatëve në provincën ku ajo jeton, në Nova Scotia, në Halifax, 2 vite më herët. Dhe kështu që prej atëherë ajo mori emrin 25-25. Sot në sigurisht që numërojnë 27 vite të refugjatëve në Kanada, por në emër të simbolit u zgjodh të mbahet dhe të ruhej ky identitet i këtij dokumentari. Kështu që ajo bëri vetë një selektim të personazheve që ajo vetë pati një farë vlerësimi kundrejt tyre, rritur edhe me integritetin e tyre në jetën në shoqërinë kanadeze, le të themi. Kështu që në qendër të vëmendjes të mbrëmjes së 25 marsit,
Të 25 këta personalitete, historitë e cilëve më shëruan forcë, sakrificë, leadership, profesionalizëm, Arta u bëri dhe një nderim. Kush janë ata? Arnisa Morina është një emër që shumë i njohur për komunitetin shqiptar. Ajo ka mbritur në Kanada si një fëmijë, atëherë 3 vjeçare, me një histori të dhimbshme pas humbjes së teatrit gjatë kohës së luftës. Sot tashmë ajo është një avokate afirmuar në Toronto, duke përdorur drejtsinë si mjet për të mbrojtur dhe fuqizuar të tjerët, veçanërisht komunitetin e refugjatëve. Arta Shala është një emër tjetër i cila ka zgjedhur të jap kontributin e saj në një nga sektorët më human të shoqërisë, siç është kujdesi ndaj të moshuarve. Ajo është zëvendës presidente, një rezidente me 1500 banor në Ottawa që përfaqëson për kushtimin ndaj dinjitetit dhe mirëqenies njerëzore. Arbnor Kasniqi gjithashtu është një emër aktiv në komunitetin shqiptar, i cila ka ndërtuar ura bashkëpunimi, por edhe një emër që lakohet në shoqatat shqiptare që operojnë në komunitetin shqiptar në Kanada. Belinda Lahu ka qenë një emër tjetër, e cila përmes fuqisë fjalës, por edhe komunikimit, ka ndërtuar një profil si storyteller dhe profesioniste e marrëdhënieve publike, duke kontribuar edhe në institucione shtetërore në Kosovë, edhe në projekte kreative që lidhen diasporën me rrënjët. Renzi Cej është një emër tjetër, i cili mbriti në Kanada si adoleshent dikur, por pas përjetimeve traumatike të luftës në Kosovë, sot ai është një nga zërat më të rëndësishëm në fushën e drejtave të njerëzit. Elbonita McNally e ardhur dhe ajo si refugjate fëmijë, ka ndërtuar gjithashtu një profil të veçantë mes humanizmit dhe artit. Sot tashmë ajo është një infermiere, por dikur edhe një fotografe, reportere, u bë një zë aktiv në diasporë, duke bashkë themeluar edhe shoqata shqiptare, po ashtu që operojnë në Kanada, Shanet Nishi. Është një rrëfim i transformimit përmes fjalës dhe angazhimit komunitar. Nga një njerëz që dikur përjetoi luftën dhe raportoi për të, sot ajo bën një zë aktiv në diasporë, gjithashtu një emër mjaft i njohur dhe i dashur për komunitetin. Një emër tjetër është Xhemail Rexha, ai ka një karrierë sfikatur në gazetari, përfaqëson një tjetër dimension të ndikimit shqiptar, nga raportimet në zonat e luftës deri te drejtimi i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ai mbeti po aq një zë i fortë në lirinë e medias dhe profesionalizmit të gazetarisë. Shkëmbim plana, sjell historinë e një brezi që jo vetëm u integrua, por u bë faktor aktiv në komunitet. Nga një fëmijë refugjat me figurë leadershipi dhe mentorimi, sot ai përfaqëson vlerat e punës për kushtimin dhe ndërtimin e urave mes figurave. Kemi Dani Brajshori, përfaqëson modelin e shërbimit publik në Kanada, sot ai është i angazhuar në Departamentin e Mbrojtjes dhe Pjesëmarrjes dhe njëhet pjesëmarrja e tij në ceremoni shtetërore, sigurisht një rol i rëndësishëm institucional. Dardan Kelmendi gjithashtu është një histori suksesi e brezit të ri sipërmarrës, bashkë themelues një kompani inovative me vlera miliona dollar. Ai jeton në Quebec. Hiltie Ymeri ka qenë jo vetëm në vijën e parë gjatë luftës në Kosovë, sot ajo vazhdon misionin e saj si mjeko në Kanada, duke sjellë me vete përvojën, humanizmin dhe përkushtimin ndaj jetës. Ryve Loshaj është një tjetër emër i certifikuar në 25 mars. Gjithashtu nga mjekja në kushte lufte në Ushtrinë Qeverimtare të Kosovës, sot ajo është një emër i respektuar në sistemin shëndetësor kanadez dhe akademi, duke edukuar brezat të rinj të mjekëve dhe duke dhënë kontributi i jashtëzakonshëm edhe në komunitet. Enisa Hyseni, ajo është në vijën e parë të mbështetjes sociale, duke ndihmuar individët të cënueshëm, përfshirë edhe viktimat e dhunës. Paralelisht, ajo ka ndërtuar një iniciativë që mbështet fëmijët në nevojë, duke dëshmuar angazhimin e dyfisht profesional dhe atë human. Leonora Abdullahu është një tjetër emër e cila elaborohet vetë në shkencë dhe inovacion, ajo ka ndërtuar një karrierë në kërkimin farmaceutik, duke kontribuar në zhvillimin e terapive që ndryshojnë jetët e njerëzve. Sot, ajo mbetet le të themi një model frymëzimi për të rinj shqiptar në shkencë. Familja Xhekaj, Arbër dhe Florian Xhekaj besoj se janë emrat më të dashur të komunitetit shqiptar për shkak të famës tyre të madhe në Opi. Babai i tyre Jack Xhekaj edhe ai është në Kosova, i cili ka qenë i përfshirë në operacionin Parasol në Halifax, gjithashtu vjen nga Kosova, emër që për ne flet shumë. Lirim Hajrullahu është historia e një djali që gjeti pasionin e tij në sport pas ndritjes në Kanada dhe u kthye në një kampion fiktivisht të Grey Cup, duke përfaqësuar me krenari komunitetin shqiptar në arenë sportive. Qëndresa Fahiti
ka kaluar nga përvoja e luftës në një karrierë akademike dhe mjekësore, duke vlerësuar nga Canadian Medical Hall of Fame dhe duke kontribuar në fushën e shëndetit mendor. Shpresa Loshaj, ajo është një aktiviste me jehon ndërkombëtare, ka ngritur zërin për mjedisin e drejtat e njerëzit. Çmimet dhe vlerësimi që ajo ka marrë janë dëshmi e zbulëzimit dhe ndikimit të saj global. Pa aq frymëzuese është edhe historia e Xhenet Ahmetit, e lindur në një kamp refugjatësh gjatë kohës që familja e saj po largohej nga lufta në Kosovë. Ajo është arritur në Halifax e ka ndërtuar një identitet fort mes rrënjve shqiptare, por edhe jetës në Kanada. Mërgim dhe Lotrin dhe Liu janë dy vëllezër, përfaqësojnë dy rrugëtime të suksesshme, njëri në aviacion si pilot që përfaqëson Kanadanë në qiell dhe tjetri në sigurinë publike duke kontribuar në mirëqenien e komunitetit. Venera Losha, përmes shkrimit ka kthyer përvojën e emigrimit dhe identitetit në art duke lënë gjurmë në letërsinë bashkëkohore. Venesa Sulimani, gjithashtu një rezidentare e bodit të The Artiste Foundation, është një nga zërat më të fortë në botë për të drejtat e njerëzit dhe traumat ndërbrezore. Historia e saj personale është shkruar në një mision global dhe ndërgjegjësinë për ndryshimin. Në fakt, historia e saj ka qenë pjesë e mjaft mediave kombëtare dhe ndërkombëtare, për shkak të gjithë historisë së vimshme që mbartë vetën ajo dhe familja e saj. I fundit, por jo më pak i rëndësishëm, ka qenë doktor Agrona Liu. I nderuar pas vdekjes, mbetet një figurë që lidh dy botë, atë të luftës dhe atë të shërbimit në Kanada. Kontributi i tij si mjek, por dhe si dëshmitar i drejtës historike e vendos atë në një vend të veçantë të memorës kolektive. Pra gjithë këta emra përfaqësojnë shumë më tepër se sa histori individuale, ata janë dëshmi e komunitetit që pavarësisht traumës të skaluarës, kanë lidhur të ringërien dhe të kontribuojnë në mënyrë të jashtëzakonshme në shoqërinë e Amerikës së Veriut. Sot ne i shohim shqiptarët në mjekësi, në drejtësi, në art, janë aktivistë, janë sipërmarrës, dhe çdo histori e ndëruar në atë mbrëmje ishte një kapitull i rëndësishëm në historinë e diasporës shqiptare në Kanada. Falenderoj shumë dhe shpresoj që nuk të lodha me gjithë këto biografi. Të falenderoj dhe unë në emër të The Artiste Foundation. Programi në fakt ka mbetur që mjaft i dashur për ne her pas here kemi bërë PR të gjithë emrave të sapo përmendur, të gjithë pjesës artistie që u bë pjesë e mbrëmjes. Sigurisht ju falenderojmë edhe juve për hapësirën mediatike për këtë program, por edhe për promocionin. Faleminderit. Sukseset më të ishme.